e pashtruar janë banorët e fshatit Daullas, të cilët janë ngritur ditën e sotme në këtë protestë. Unë do të kem kolegun Xhemil Beharaj për të na dhënë informacion më të detajuar. Xhemil, përshëndes. Përshëndes nga qyteti Fieri. Ndodhem në fshatin Daullas, vetëm 200 metra larg segmentit të bypassit Brostar Levan është fshati Daullas. Rruga kryesore e fshatit është e shtruar, por rrugët që ndodhen midis rrugës kryesore dhe banesave, pra bëhet fjalë për 4 rrugica ku janë rreth 30 banesa në secilën prej rrugicave, janë të pashtura gropa janë bërë të pakalueshme. Edhe pse janë ankuar banorët e këtyre lagjeve të këtij fshati dhe tek deputetët e zonës edhe tek bashkia, përsëri nuk ka gjetur zgjidhje. Me zgjidhjen e sotme ata kanë vendosur për të protestuar. Kanë afër 30 minuta që kanë nisur protesta dhe na njoftuan neve të medias, këtu kemi banorët. Atëre, cili është problemi juaj? Problemi jonë është se kjo rrugë ka vite dhe përhaqë në të gjendje që është e kemi shtruar vetë, pjesë. Si pa mundësive. Jeni ankuar? Në komunë po, kemi vajtur, kush e di sa herë. Sa herë në ka rënë rruga kemi vajtur. Do shtruim sot, do shtruim nesër. Jo da bëjmë me asfalt o beton, jo da bëjmë me që të themu. Vetëm minjeshtra. Vinë këtu sa vitesh jeni në këtë situatë? Që se është kthyer demokracia, kështu ka qenë. Erdhën një radhë, shtrin ato tubët e ujit e lanë ashtu, e kemi shtruar vetë. Pjesën ato e kemi shtruar vetë. Këto janë hedhur nga fshatarët, se kjo ka qenë kohë, ka 30 vjet pa vend dorë. Këtu drita vigjen, ke vë 10 janë komunë, jo do vi sot, do vi nesër, pa mi mban muaj. Mi mban, mos lej asnjë ditë pa drita. I pagoni pastrim gjelbërim. Pastrimit, gjelbërimit. Pastaj ku ke këtu? Kush vjen këtu? Unë pagoj lekë se nuk e pasoj dot unë. Pagoj pa lekë unë 2 fishin. Me dhe komuna, bashkia kush i merr? Me dhe gjithë se do shetaj. Këto gropa këtu, sa do skripin para botimeve, jo të vetë para takor, e shqyen e la ushu. Pasi çfarë bëjmë? Ne na bëjmë gjithë taksat. Gjithë shkolla, me sa shkolla se do paguaj. Po jo, paguaj me kot tu. Ku ke punëtor ti? Që të ashtu. Ankesë banorët e kanë ngritur këto shqetësim gjithmonë te kryeplaku fshatit, por duke qenë se kryeplaku fshatit është i vetmi person që mund ta bëjë kërkesën tonë në Këshillin Bashkiak, ne kemi një kryeplak, kemi historikisht ky fshat ka patur një kryeplak që ka patur ose 4 klasë shkollë, 8 vjeçar 4 klasë, ose 6 ose 8. Domethënë, ne si persona këtu nuk kemi një person, një intelektual, pavarësisht se ka shumë mësues, infermier, inxhiniera. Kjo zonë, neve gjithmonë në Këshillin Bashkiak na përfaqëson një person pa shkollë që nuk di të flasi. Tani, se di të shkruaj, se nuk di të shkruaj, unë këtë gjë nuk e di. Unë kërkoj të ndryshohet dhe kryeplaku fshatit, ne na duhet një person që të flasi për neve në Këshillin Bashkiak. Ore kryeplak, i do kryeplak apo i do banori i Nuk di kush është kryeplaku, nuk di gjë se nuk dua rrugë. Unë vetë jam për javën servis. Kam 3 makina shtëpi. Kam plakun e kam pothuajse pa realizuar. Me makinë plaku del tu të shkosh makinë vetë foresatën. Po të marr ambulancë tash në sy tu ta marr ambulancën tani. Ka thyer kushin fill kamen, pra të porta fill kamen. E më ambulancën ka arë ambulancën vetë rrugë dhe ka thënë nuk futem do të ndajë është rrugë keqe. Tash çu do të jem zgjidhje. Jeni ankuar. Po nuk ku do të vëmë në mësuj ku do të vëmë. Tu vin kanë për këta bashkë. Po kanë do t'i bëjmë, çdo gjë do t'i bëjmë. I thash ky plan fort para një javë tash, po çfarë bëjmë të rrugës së të rendisë. Jam ankuar, nuk kam çfarë bëj. Nuk kam çfarë ndodh. Okej, nuk ke gjë, nuk ka gjë. I them fshatarët mbi këto lagje time. Atë nuk kam kamesin time. Atë rrostojmë gjithë lagje. U ka frikë, po ta shtrem vetë, nuk ka frikë të vi përzit të rrostoj. Kush i di që shtrojnë rrugën? Po. Këtu kemi një dakord ti se lagje, ti unë gjithë ne. Si do t'jap lek? Mua më lek njëre. Do vend ta filmojmë atë kafe ka pasur në kurrë. Rat, pse rat? Pse rameve? Po. Unë isha i pamundur. Po. Bukë doja të merrem në dyqan se po vinte orari. Po ishte së muren. Më morë